pikërisht se kjo protestë është kaq, do ta quaja e shtrenjtë dhe e shenjtë, që duhet të mbrohet edhe nga gabimet e veta dhe jo vetëm nga sulmet e qeverisë e Ramës. Ashtu siç po flisim më përpara së bashku, pra fuqia çarmatuese e kësaj proteste që ndronet te argumenti dhe te pastërtia e protestuesve, nuk qëndron te bllokimi i dhunshëm që mund t'i bëhet daljes Qartë, parlamentit, po. hyrjes parlamentit. I kemi parë këto 35 vite, kjo pastaj janë akte parapolitike, ju ka bërë politika vjetër. Po, i Kjo kemi parë protestë edhe është tek kuvëndi, kur deputetët tek mblidheshin, kuvendi. tek kryesia e kuvëndit, madje në tentativa për të hyrë brenda rrethimit, jashtë rrethimit, përmes hekurave të kuvëndit. Pra janë në një farë mënyrë Kemi skena të parë, para, thua ti. po, dhe nuk ka lidhje me këtë dhe nuk ka pse të ketë asnjë lloj lidhje me këtë protestë. Kjo protestë Qartë. me kauzat e saj, me kërkesat e saj, ka artikuluar ide politike. Nëse ne i referohemi atyre pamjeve të viteve të kaluara që kemi parë edhe deputetë që dignin xhaketat te parlamenti dhe sot janë drejtorë të Edi Ramës, deputetë opozitës. I kemi parë ne këto dhe qytetarët masivisht kanë votuar kundër asaj oferte dhe kundër atij modeli. Dhe nuk ka pse ai model të po themi të uazohet ose të transfuzohet nga trupi i Partisë Demokratike te kjo protestë kaq genuine. Kjo protestë genuine ka argumentin e saj luftën ndaj klasës politike 35 vjeçare dhe lirin ekonomike që është marrë në mënyrën më brutale të mundshme nga kjo klasë politike rinisë, klatës mesme, profesionistave, studentëve. Ku duhet të ngulmohet? Ato protestat e ditët më pashme, me fotot të historike, do t'i quaja në një periudhë pak më vonë,